Miq të emisionit për tetra ditës sot, kemi vendosur të udhëtojmë në një rrugë e cila është ndërtuar 5 dekada më herët. Një rrugë që është ndërtuar 5 dekada më herët dhe prej 3 dekadash askush nuk ka vendosur dorë. Kjo rrugë lidh 2 qytete, si Gramshin me Pogradecin, dhe unë pikërisht sot jam në fshatin Rovje, një fshat i ndërtuar rreth 6 dekada më herët, mund të them, ku është ndërtuar nga punëtorët e ndërmarrjes së shfrytëzim për punim drurit. Dikur në këtë fshat jetonin më shumë se 25 familje dhe 500 punëtorë të cilët merreshin me shfrytëzimin e pyjeve. Unë do të udhëtoj me një foistrat e cila është shumë e vjetër, dekada edhe kjo foistrat, por është e vetmja që mund të udhëtoj në këtë pjesë të kësaj rrugë, e cila, siç e thash edhe më herët, që prej më shumë se 3 dekadash nuk është vendosur dorë fare nga askush. Rruga gjarpron mes pyllit, mes lëndinave, është një rrugë tepër e bukur që të mahnit me bukuritë e saj, ku përshkruan dhe tregon shumë për këtë zonë. Doja t'u thoja që ec ta ndjekim edhe vazhdojmë udhëtimin ton me këtë foistrat. Këtu jemi në hyrje të fshatit Rovje. Një fshat që këta pak banorë që këtu jetojnë, thuaj se bëjnë jetë të qetë në ajër të pastër, dhe janë munduar të punojnë edhe tokat e veta. Ndërtesa që shihet, dikur ka qenë mens, fjetinat e punëtorëve, kjo ka qenë kuzhinë. Gërmava që shihen këtu, dikur ka qenë furra e bukës, ku gatuanin për më shumë se 500 punëtorë. Ju kërkoja ndjes shikuesve për shkak të planeve, pasi nuk kemi operator sot. Mos, rruga e keqe, pa kujdesia ime, më këputi dhe qelësin e kuadrit. Gjysma e qelësit ka ngel brënda, gjysma këtu. Ta provojmë të ndezim me një kaçavid. Unë ndes, dhe më në fund. Rruga që nga shumë e shkatëruar. Kemi udhëtuar gati më shumë se 3 kilometra, ku si që pat një rrugë e vështirë, e cila foistrada lëkundej Sankt Majt në të djathtë, malore, përrej.
Kemi mbritur në vendin e quajtur Degëzimi i Nëntës, aty ku ndahen dy rrugët në sektorin e Gribës dhe sektori Lukov. Në anën e djathtë ktheheshme në sektorin e Gribës dhe në anën e majt vazhdon rruga për në Lukov, gjithashtu edhe pjesa tjetër që shkon edhe për në zonën e Mokrës. Kështu siç e pat edhe ju, një vend me pyje shumë të bukura ku në këtë zonë kanë punuar më shumë se 500 punëtorë të cilët bënin drozjari, shtylla miniere e shumë të tjera duke shfrytzuar sektorin e Gribës, gjithashtu edhe sektorin e Lukovës, dhe kjo ishte rruga nacionale e cila transportohej e gjithë lënda drusore që prodhohej në këtë zonë. Ne do të vazhdojmë akoma në të majtën tonë duke udhëtuar ku më pas do dalim në vendin e quajtur Këmba e Shtogut, pastaj liçenet edhe përfundojmë ke kroji i Cenes. E ndjekim dhe e shohim. Arritëm në vendin e quajtur Liçenet. Pas shpinës time fshati Rovje dhe pas malit që shifet, është sektori i kantirit të Gribës. Rruga jonë do të vazhdoj drejt, duke arritur stacioni i radhës është kroji i Cenes, vendi i quajtur Stanet e Mecës dhe pastaj del në qafën e Mecës, atje ku ndan kufiri me zonën e Pogradecit. Miqtë e mi arrita në vendin e quajtur kroji i Cenes, është diku aty. Sipër janë Stanet e Mecës. Këtu jemi ke kroji i Cenes. Çobanët të cilët kanë dalë me stane pak më sipër, këtu kanë vendosur bidonin ku brenda do të ketë djathë qumësh të cilën e vën këtu në ujë për të ruajtur temperaturën e ftohtë. Pra këtu nuk ka energji elektrike, por janë mënyrat primitive. Temperatura e ujit thuajse është gati në ngrirje, këtu mund të jetë afër 1 grad, 2 ose edhe më pak ndoshta. Të gjithë
Drejtuesit e ato mjetëve të cilët bënin transportin e lëndës drusore nga sektori i Malit Gribës, nga sektori i Rodhjes, apo edhe Matan, Sheshi i But, në momentin që arrinin ke ky kroj këtu, bënin qëndrimin e parë edhe me veten e vetë thoshim, shpëtuam se kaluam nga rrugët e vështira. Nuk na lejohet të hapim, po do ta shohim çfarë ka ky bidon këtu brenda. Tu ka qumësh, shive. Qobani që ka vendosur këtë qumësh ke ky krua këtu, thuaj se stanin e ka rreth 150-200 metra më sipër, pasi dëgjohet edhe lehura e qenit. Ta vendosim bidonin këtu ku e gjetëm. Edhe duhet të vendosim sërish këto dega sipër për ta maskuar, pasi çobani është me dele në pyll. Miqtë e mi, kemi arritur në vendin e quajtur Qafa e Mecës, rreth 1450-1500 metra mbi nivelin e detit. Këtu është kufiri ku ndahen dy rrethet Gramshi me Pogradecin, ku në krahun e djathtë kemi zonën e Mokrës dhe në krahun Majtas është zona e Gramshit, ku është fshati i Rodhje, kantieri i Gribës e Meradh. Udhëtimi ynë ishte deri këtu sot, për ku treguam një pjesë të rrugës nga fshati i Rodhje deri në kufirin ku ndahet me zonën e Mokrës. Kjo rrugë që ne sapo ju treguam ka shërbyer për transportin e lëndës drusore që është marrë për ndërmarrjen e përpunim drurit të Pogradecit. Emisionin e radhës ne do t'ju njohim edhe më tej në vazhdimin e rrugës e cila përshkruhet nga Qafa e Mecës deri në fshatrat e parë të Pogradecit. Nëse kjo rrugë do të ishte funksionale për të gjithë ata që janë nga jugu dhe do dëshironin të shkonin drejt juglindjes, drejt Pogradecit, Korçës, besoj se të gjithë do ta frekuentonin, pasi është një rrugë që të jep adrenalin, një rrugë të duket vetja sikur udhëton në Alpet e Zvicrës.
Dhe kështu, po rikthehemi aty ku nisi udhëtimi ynë, në hyrje të fshatit Rovje. Pas një rrugë sfiduese, po lë makinën pranë kësaj vile të bukur e Druri, duke marrë me vete historinë dhe një natyrë e cila kërkon më shumë vëmendje dhe përkushtim. Nga unë Shkëlzen Henkoja, miru takofshim në emisionin e radhës.